Lexim nga Apostulli i ditës, letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, vargjet 12-16. Vishni pra si shenjë të zgjedhur e të dashur të Perëndisë, për dëllim të dhëmshur, mirësi, porulësi, butësi, zemërgjërsi, duke duruar njëri tjetrin dhe duke ndier njëri tjetrin. Në pas ndonjë ankesë kundër ndonjërit, ashtu si edhe Krishti ju ndjeu ju, kështu bëni dhe ju. Edhe përmbi gjithë këto vishni dashurinë, e cila është bashkëlidhja e përsosmërisë, edhe paqja e Perëndisë le të mbretërojë në zemrat tuaja, në të cilën edhe u thirrët në një trup dhe bëhuni mirënjohës. Fjala e Krishtit le të rrijë tek ju pasurisht me çdo lloj diturie. Mësoni e këshilloni njëri tjetrin me psalme edhe me himne, e me këngë shpirtërore, duke i kënduar Zotit me hir në zemrën tuaj. Leximi i Ungjillit sipas Mateut, kapitulli 19, vargjet 16-26. Edhe ja tek i erdhi pra një njeri dhe i tha: Mësuesi mirë, ç'të bëj që të kem jetë të pasosur? Edhe ai i tha: Pse më thua i mirë? Asnjë s'është i mirë veç një, Perëndia. Po nëse do të hysh në jetë, ruaj urdhërimet. I thot: Cilat? Edhe Jesu i tha: Mos vrit, mos shkel kurorën, mos vidh, mos jep dëshmi të rrem, ndero atin dhe nënën, edhe të duash të afërmin tënd si veten tënde. Djaloshi i thot: Të gjitha i kam ruajtur që në rinin time, çfarë më mungon tjetër? Jesu i tha: Në do të bëhesh i përsosur, shko e shit pasurinë tënde, edhe jepu atë varfërve, edhe do të kesh thesar në qiell, edhe eja e ndiq më pas. Por djaloshi, kur dëgjoi këto fjalë, iku me keqardhje, sepse kishte shumë zëtorime. Edhe Jesu ju tha nxënësve të tij: Me të vërtet po ju them juve, se një i pasur mezi do të hyjë në mbretërinë e qiejve. Edhe përsëri po ju them juve, më lehtë është të shkojë gamilja në përvrimën e gjilpërës, se të hyjë i pasuri në mbretërinë e Perëndisë. Edhe nxënësit e tij kur dëgjuan, habiteshin fort dhe thoshin: Vallë, cili mund të shpëtojë? Po Jesu hodhi syt mbi ta dhe u tha: Për njerëzit kjo është e pamundur, ndërsa për Perëndin të gjitha janë të mundshme.